Ju përshëndes, po sikur apokalipsi të ketë filluar, po sikur bota dhe gjithë njerëzimi të gjendet brenda apokalipsit por nuk e kupton, po sikur të gjitha këto probleme që po ndodhin aktualisht dhe pikërisht në këtë vit, pra duke filluar nga luftrat, mjerimi, sëmundjet, të jenë pjesë e apokalipsit. Dhe prap njeriu nuk e kupton, pra po sikur apokalipsi të jetë aktual. Ndiqeni me vëmendje sepse sot do të flasim për një argument vërtet të rëndësishëm. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëherë duhet të dini që për apokalipsin flitet që për kohërave antike. Është shkruar nga viti 95, pra në shekullin e parë të erës sonë. E megjithatë, thuhet që të gjitha ato çka janë shkruar në Apokalips do të verifikohen. Ishin disa vëgime të apostullit Gjon, i cili sipas tij ishin 4, pra kalorësit, ku secili prej tyre me një forcë madhështore të falur nga Zoti, sepse sipas gjasave do të jenë ata që do të vendosin në këtë planet para qetësinë, ose do të vënë në barazi çdo gjë në planetin Tokë. Tani, në qoftë se do të flasim për vitin 2026, ju kujtoj që edhe Baba Vanga, njëkohësisht edhe Nostradamusi, ka folur për fillimin e apokalipsit, që do të jetë pikërisht pra viti 2026. Dhe çuditërisht në vitin 2026 filluan luftrat, filloi mjerimi, filloi skamja, filloi pra problemi në këtë rast për shembull edhe të naftës, të energjisë elektrike, pra gjithë këto probleme që hasin në pikërisht në këtë periudhë, pra në vitin 2026. Dhe prap disa njerëz fillojnë dhe qeshin, fillojnë tallen, sepse gjenden brenda apokalipsit dhe nuk e shikojnë nga sipër, pra ta shikojnë nga larg problemet që kanë qenë deri dje dhe ato që po verifikohen në këtë periudhë që kanë një ndryshim krejt ndryshe. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Unë tani do t'ju tregoj për 4 kalorësit e apokalipsit. Secili prej tyre do t'i citoj një nga një dhe le ta diskutojmë se çfarë flitet dhe nëse se përputhen këta kalorësit me situatën aktuale. Ndiqeni me kujdes. Apostulli Gjon shkruan: kur qengji hapi të parën nga 7 vullat, unë pash dhe dëgjova një nga 4 krijesat e gjalla, që tha me zë si bubullim: eja, dhe ja, pash një kal të bardhë. Ai që e kalëronte kishte një hark dhe ati ju dha një kuror. Ai doli duke fituar dhe për të fituar. Studiuesit sipas gjasave thonë se ky mund të jetë Antikrishti. Kalorësi i kuq. Kur qengji hapi vulën e dytë, dëgjova krijesën e dytë të gjallë që të më thoshte: eja. Pastaj doli një kal tjetër, një kal i kuq, flakërues. Kalorësit të tij ju dha pushteti që të hiqte paqen nga toka. Ati ju dha një shpatë e madhe. Studiuesit mendojnë se është pikërisht ky Antikrishti, pra kalorësi i kuq. Kalorësi i zi. Kur qengji hapi vulën e tretë, dëgjova krijesën e tretë të gjallë që të më thoshte: eja, dhe ja, pash një kal të zi. Dhe ai që e kalëronte kishte një peshore në dorë. Dhe dëgjova një zë në mes të 4 krijesave të gjalla duke më thënë: 1 litër gruri për 100 dark dhe 3 litër elbi për 100 dark. Mos shpenzoni kot, vaj ose vera. Çfarë do të thotë 3 litra elb për 100 dark? Skeleti, kali i fundit. Kur qengji hapi vulën e 4, dëgjova zërin e krijesës së 4 të gjallë që të më thoshte: eja, dhe ja, pash. Para meje, një kal i zbekt. Kalorësi quhej vdekja dhe pas tij e ndiqte ferri. Dhe atyre ju dha pushteti mbi tokë, mbi 1/4 e tokës, për të vrarë me shpatë, me zi dhe mjerim, me murtaj dhe mbi të gjitha mbi bishat e tokës. Pra, të gjitha këto pika duket sikur përputhen në mënyrë eksakte me situatën ku gjendemi, me problemet ekonomike, me problemet shoqërore, me luftrat që filluan pikërisht në vitin 2026, ndoshta edhe me profecit të Baba Vangës, të Nostradamusit, apo edhe parashikime të tjera. Bile do t'ju them, kohët e fundit ka disa ekspert të gjeopolitikës që tregojnë që këto çka përmenden në Apokalips ka shumë të vërteta brenda. Dhe tani dua t'ju pyes juve, ju çfarë mendimi keni për një situatë të tillë? Çfarë mendimi keni për Apokalipsin? Çfarë mendimi keni për këto luftrat kohët e fundit?
për të gjitha këto probleme ekonomike, shoqërore, apo edhe ato që ka do verifikohen në të ardhmen, sepse, si që njohim, është problemi i naftës, i energjisë dhe problemet të tjera. Bota gjendet vërtet në një situatë kritike. Mjaft të shikoni të gjithë treguesit në të gjitha fushat, kryesisht në atë ekonomike, sepse është ekonomia ajo që bën që të eci përpara çdo shtet. Por megjithatë, çdo shtet ka një borxh. Të gjitha shtetet e botës kanë borxhe dhe pyetja është si do t'i shlyejnë këto borxhe. Po ta shikoni që fëmijët që kur lindin kanë borxhe, të sapo lindur, borxhe të lënë pra nga politikan, nga shtete dhe nga familjar. Gjithë bota, nëse e keni vënë re, gjithë bota punon, secili punon dhe secili prodhon, sepse nëse nuk do të ekzistonin skleverit, nuk do të ushqeshin politikanët dhe të gjitha ato armatime që shkojnë në mbar botën. Pra, ky është një nga problemet kryesore, si do të shlyhen borxhet. Dhe nëse nuk shlyhen borxhet, çfarë do lloj problemi që do të hasi bota me kalimin e kohës, do të përplasen pikërisht tek populli. Sepse nëse e keni vënë për shembull që tani problemi që u shfaq tani i naftës është një problem që do paraqitet, pra problemet që do paraqiten në vitin 2027 do të jenë ato më problematiket, sepse do t'i referohen pikërisht këtij viti. Pra ato çka po hasim në këtë moment janë probleme që do t'i shkaktojnë botës në të ardhmen, pra në vitin që vjen. Dhe kështu me radhë duke u shtuar këto probleme me kalimin e kohës do bien mbi secilin prej nesh, por mbi të gjitha me fëmijët tanë. Pra nuk është vetëm një problem i sotëm dhe nuk është një problem vetëm ekonomik. Është një problem i gjithanshëm, sepse e përsëris dhe njerë që të gjitha vendet në mbar botën, përveç se kanë debite, krijojnë edhe probleme lufte, probleme ekonomike, probleme gjeopolitike dhe probleme të tjera që duke u lidhur zinxhir njëra me tjetrën, krijojnë efektin domino. Pra efekti domino që krijohet në mbar botën për secilin kombë. Dhe pyetja është, si do të zgjidhet me kalimin e kohës ky problem, sepse është një problem madhor. Megjithatë, unë pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këto argumenta, sepse janë vërtet thelbësore, kanë të bëjnë me secilin prej nesh dhe doja që t'i kthesha edhe një herë bisedës së mëparshme. Ju mendoni që nuk po gjendemi aktualisht në atë të quajtur apokalips? Dhe tjetra, kush do t'jenë këta kalorësit që mendohet që do vinë? Çfarë do t'jenë? Janë metaforik apo do t'jenë njerëz të vërtet me fjalë që do drejtojnë botën, sepse një e kam në mendje, një kalorës që mendoj që erdhi dhe po bën atë që s'ishte bërë deri tani. Dhe doja t'ju pyesja juve, këta kalorësit e tjerë, sepse nëse vini re, të gjitha problemet i kemi kaluar deri tani dhe është vetëm fillimi. Pra, duke filluar që nga problemet ekonomike që është e para, pra njerimi, pastaj nga luftrat dhe është aktuale, pastaj edhe nga sëmundjet që edhe kjo është aktuale pra të viteve të fundit. Tani presim vetëm të fundit që është vdekja. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Kalofshin ditë bukur.